Po ti mendon se Egli ka nevojë teatr? Gjesti ka debatuar me Rozanën lidhur me Eglin. Rozana u shpreh se banori ka thënë se ai kishte mësuar Eglin të luante, ndërsa Gjesti i tha se ai kishte hapur sytë asaj. Madje shtoi se ajo nuk e sulmon dot Eglin, sepse ka frikë për shkak se është lojtare e fortë dhe nuk i bindet asaj. Eglit ja kom qel sytë. Se Eglin fillim, krejt dyshyshve që arreshit, krejt ajti që i kemi, ti që i kemi. Sa herë Egli, sëll kemi me këtë shpinë, se di ke ku ardhë. Se di ke ku ardhë? Negam. Prit, nuk e di ke ku ardhë. Big Brother, po, qa ndodhë mërë nëse di ke? A, se di ke, që se di ke? Tash t'ka dzëj. Edhe kur Egli tash të sëll kemi me ju, oke, në regull ju keni pas interes. Interes të Egli, ja? Po prit, po, adë pse, nuk jo gjyshit as njoni, si theshit kur gjohë. Tash ti kur Egli, e mësej loje. Ku ishe? Ti, të në kuhën jetë mënu me qitë poshtë. Kur Egli e mësoj loje. Ase jeni mësu me pavis poshtë qiken. Kur Egli e mësoj loje për teje. Ti ja hape sytë, ja qele sytë Egli. Pse me Eglin ti, ata me një pyte shumë thjeshtë. Pse me Eglin ti, për nëmë se vishtë jetë të pytur, nëse asë këtëm. Pse ti me Eglin e ke që mirë. A ma bune pytje. Kur Egli u bë lojtare, pse ti Egli të në kuhën mas? Pse ti Egli të në kuhën mas e rrën? Pse i gjush Eglit? Pse se ki frik? A do me po ti si Livjen, shoqet mirë natë me ka paterit, që kësmujte me ka paterit, u qove Rozana Radi, edhe jetu i thonë gjithë shka të në kohën. Pse? Se përshëqoj lejtare. Sa pytje bone me pik pytje? A i do përgjigjet? Kur e bone Eglin lojtare ti mor zotni?